Luizi me Lunushin gjithmonë gjejnë kohë për njëri tjetrin në fakt Luizi gjen kohë që ta zbavis të voglen t'i tregoj sa është jeta, si të jetë aktive, si të flasi, si të luaj, si të vrapoj e tashme, si të notojë kjo ndjesia prindërore kaq e embel. Si shebet të zbut robin e ben si sherbet, i thon një fjalë Luizi bashkë me Lunushen kanë vendosur të shkojnë në pishine, por kësaj here jo në pishin verore, por dimërore të mbyllur dhe të ngrohtë mu Luizi do që Luna të mesoj notin sa më shpejtë dhe të jetë e zonja dhe aftë të bëhet një notare shumë e mire. Moj Lunush na kenaqë shpirtin, i thotë mami Kiara kur e sheh duke notuar, dhe ajo lumturohet shumë. Luna është një fëmijë i guximshëm, shumë e qetë, por dhe shumë e qeshur. Ajo ka një zell të madh të mesoj, të vrapoj, të notoj, të luajë, të zbavitet për marshalla. Është një fëmijë e mbarë dhe e shkathet nëse folim për lojra. Ajo gjithashtu ka gjetur metoda të ndryshme të zbavitet, qoftë edhe kur nuk është në park lojrash, por edhe kur është vetëm. Megjithatë babi Luizi dhe mami Kiara i kanë blere shumë lodra. Ata në asnjë moment nuk e lën pasive të voglen, por e nxjerrin në terene dhe ambiente të ndryshme. E megjithatë ai e ka marrë të voglen në evente, koncerte e nejpër parqe, si dhe për të ka shkuar edhe në latitude. Në një pamje tjetër Luizi shfaqet me Lunushin në makine ku këndojnë së bashku. Lunushi bën mimika dhe këndon me zë të ulët ndërsa Luizi e shoqëron. Luizi është një baba i përkushtuar si çdo prind, dikush me shumë e dikush me pak duhet të angazhohet me fëmijën e vet, të nxjisë që të ketë një jetë aktive dhe të zbavitet sa është në kohën e zhvillimit, pa filluar akoma të bisedojë, të jetë një fëmijë i përgjegjshëm e të mendoj si i rritur. Ne i uroj me jetë të gjatë e të lumtur vogelushës, si dhe prindërve Eli, të cilët janë të mrekullueshëm dhe të përgjegjshëm për këtë fëmijë që po rrisin. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.